Mbetemi sërish tek zhvillimet në Kosovë. Kosova shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme, pasi kuvendi dje ka dështuar të zgjedh presidentin e ri të vendit. Me kolegun Ideal Gola do të komunikojnë në këto momente për atë se çfarë pritet të ndodh. Ideal, përshëndes. Nuk kishte ndonjë surprizë e madhe, por gjithsesi shpresat ishin që mund të ndodhte edhe diçka në minutat e fundit. Kosova drejt zgjedhjeve të parakohshme. Një rekord për shtetin e vogël të Kosovës. Çfarë ndodh tani? Është e vërtet, ne le themi si sot 4 muaj më parë, së bashku kemi qenë duke biseduar një ditë pas zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit, po bisedonim për konstituimin e kuvendit e formimin e qeverisë, pa ditur që vetëm 4 muaj më pas gjendja do të kthehej sërish në zero dhe do të kemi sërish një proces që duhet të nisë nga fillimi përpos kostove, duke që është e lodhshme për të gjithë qytetarët padyshim për këtë sjellje të gjitha partive parlamentare. Tashmë është në dorën e ushtruesit së detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, që ka 10 ditë kohë për të caktuar datën e zgjedhjeve. Ky pavarësisht se ka këtë periudhë kohore, datat kur mund të mbahen zgjedhjet janë 31 maj dhe data 7 qershor 2026, pa nuk mund të lëviz nga këto data, me që specifikohet qartë që nga shpërndarja e kuvendit nuk mund të jetë më gjatë se 45 ditë, pra si data e mbartjes së zgjedhjeve. Kur mund të mbahen zgjedhjet Ideal? Më herët është data 31 maj, ndërsa më së voni është data 7 qershor. Janë vetëm këto dy mundësi, me që me vendimin e gjykatës kushtetuese, parlamenti tashmë është shpërndar vetvetiu, dhe se ka edhe numërimi pra ka filluar që nga sot, dhe data më afërt mbetet 31 maj dhe më së voni data 7 qershor. Pra vetëm këto dy ditë pra të diele, ashtu si që kërkon edhe ligji. Ushtruesja e detyrës Albulena Haxhiu do të takoj sot kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Krishnik Radoniqi për të marrë dhe një mendim të tyre në lidhje ndoshta me datën e zgjedhjeve, por formalisht zonja Haxhiu duhet të ftehë edhe përfaqësuesit e partive politike për të marrë mendimet e tyre rreth datës dhe më pas ta shpall atë dhe zyrtarisht pasaj të nisin edhe përgatitjet. Po, Ideal, sot paktën me sa kemi parë vetëm zonja Osmani ka reaguar. Apo jo, ka patur ndonjë reagim tjetër nga krerët e partive politike dhe si duhet lexuar mesazhi i Osmanit, si një rikthim i saj në politik? Si kandidate në këto zgjedhje ishte pyetja. Po, padyshim që zonja Osmani nuk do të qëndroj indiferente, tashmë është e paqartë vetëm se si do të jetë rikthimi i saj, afrimi gjithnjë me lidhjen demokratike, shtëpinë e saj të vjetër politike duket më i mundshëm, megjithatë rikthimi i saj brenda strukturave nuk është aq lehtë sa mund të mendohet, për shkak se aty ka figura shumë të rëndësishme brenda LDK-s, të cilët e kundërshtojnë rikthimin e saj. Flas këtu për ish-kryeministin Abdullah Hoti apo deputetët Hikmet Bajrami, por edhe figura të tjera të partisë, të cilët janë qenë në ditët e para të themelimit të lidhjes demokratike, të cilët le të themi nuk e kanë falur asnjëherë zonjën Osmani për atë çfarë bëri partisë në zgjedhjet e vitit 2021, kur u largua së bashku me një grup të antarësisë, le të themi sot, të figurave të lidhjes demokratike dhe themeluan listën Guxo. Zotri Abdi Gjiku edhe në orët e para të ditës së sotme, pra duke qenë se seanca dhe komunikimet me gazetarët në hollin zgjatën deri në orën 1 pas mesnate, paralajmëroi që mund të ketë një bashkëpunim, po për detaja i tha se do të vendosin që në ditët në vijim të shpalosin ato dhe të konkretizohet se si do të bëhet ky bashkim, a do të ketë një listë të përbashkët për kandidat, pra për deputet, apo zonja Osmani praktikisht do të rikthehet në lidhjen demokratike, mbetet për tu parë, por sigurisht është një çështje që tash do të diskutojmë edhe brenda vetë strukturave të
lidhjes demokratike të Kosovës. Nuk ka pasur reagimit e tjera, me që brëm pra në mesnat kanë reaguar pothuajse të gjithë lideret e partive kryesore, tashmë janë pajtuar dhe temi edhe për faktin që Kosova është drejt zgjedhjeve dhe se do të shpalosin tashmë vetëm do të filloj edhe fushata, nëse ajo vetëm se s'ka filluar me seanca që kemi parë në kuvendin e Kosovës, por kanë paralajmëruar që do të ofrojnë ose do të kenë ofertat më të mira për qytetarin, duke kërkuar që ta ndëshkojnë mazhorancën për sjelljen e saj, pasi siç e dini këto akuzat kanë vijuar për njëra tjetrën. Ka pasur edhe një komunikim të kryeministrit Kurti me kandidatën për presidente zonin Feridi Rëshiti. Zoti Kurti cilësoi mungesën e deputetëve të opozitës si sjellje jo shtetërore, jo institucionaliste. Megjithatë, tashmë qytetari do të jetë ai që do të vendosë sërish në kutitë e votimit në datën që pritet të caktohet, nëse jo në orët e ardhshme, sigurisht brenda pak ditësh. Mirë, ideal, të falenderoj për gjitha detajet.